I nderuar koleg, rasti që po të paraqes është një ekografi standarde e tremujorit të dytë. Gjithmonë fillohet duke vëzhguar fshikëzën, e cila duhet të jetë e rrethuar nga dy arterjet umbilikale dhe menjëherë pasaj duhet të shihet stomaku. Këto dy struktura duhen parë menjëherë sepse fshikëza dhe stomaku mund të zbrazen dhe pastaj duhet presim. Pasi të kemi parë shikëzën, arterjet umbilikale dhe stomakun, duhet filloj një vëzhgimi të gjitha aparateve. Nisim nga koka, shihni kavumin e septumit pelucit, shihni trurin e vogël, shihni insulën dhe shihni morfologjinë e rregullt të insulës dhe të trurit të vogël, si nga njëra anë, ashtu edhe nga tjetra. Kjo është shumë e rëndësishme sepse jo gjithmonë arrin të shihet me të njëjtën qartësi. Si pjesa distale që shihet mirë, ashtu edhe pjesa proksimale që shihet keq. Tu shihni trurin e vogël, cisternën magna dhe plicën nukale, pra kemi studiuar fosën kraniale posteriore dhe trashësinë e qafës. Por ju tashmo shihni që ka trigone normale duhet të maten nga brenda në brenda, si nga njëra anë ashtu edhe nga tjetra. Keni parë që nga njëra anë është 6/3 dhe nga ana tjetër është gjithashtu normale. Duhet të shihni që fleksuset koriode janë normale dhe pastaj duhet i kontrolloni përsëri. Kornet frontale shihni zgavrën e septumit pelucid. Në këtë pikë keni bërë pothuajse një studim të plot të kafkës, por duhet gjithmonë të shikoni edhe enët e gjakut të trurit për të përjashtuar malformimet arteriovenoze. Unë po ema tregoj gjithçka me shpejtësi, por ekzaminimi bëhet me kujdes maksimal. Tu e përsëritni përsëri zgavra e septumit pelucid dhe bëni matjen kryesore që është vetëm dhe ekskluzivisht perimetri kranial. Biparietali nuk ka asnjë rëndësi, përveç se si tregues cefalik për kraniosинostozat. Vëreni që kafka është plotësisht e kockëzuar. Si e shifni që është plotësisht e kockuzuar? E shifni mirë pjesën distale dhe keq pjesën proksimale. Shikoni fytyrën, shihni buzën dhe shihni shenjën kryesore që ju tregon se hunda është aty, sepse janë të dy vrimat e hundës. Shihni gojën që është pak e hapur, ashtu siç duhet të jetë, dhe shihni që hunda është e rregullt. Gjithçka bëhet me shpejtësi të madhe, sepse nuk dua t'ju mërzis, por ju shihni një buzë perfekte, një hundë perfekte, që po e shihni tani. Vazhdoni studimin e kokës, duke vëzhguar që të jenë të dy kristalinet dhe duke kryer matjen e diametrit biorbital, i cili rezulton të jetë normal. Prania kristalineve tregon që syri është atyr. Prania e kristalineve të rregullta tregon që nuk ka katarakt të lindur. Mungon vetëm një studim i profilit. Do ta shihni në një moment tjetër, sepse në atë moment nuk ishte në një pozicion të mirë. Biorbitali është i rebit dhe e kaloi menjëherë te studimi kraharorit. Çfarë duhet të shihni te kraharori? Që zemra tjetë e zhvendosur pak majkas. Duhet të ndiqni perimetrin e kraharorit, duhet të shikoni që fushat pulmonare të kenë të njëjtën ekogjenicitet dhe pastaj duhet të kaloni te studimi i zemrës. Duhet të shihni që situsi është i respektuar. Duhet të shkoni të vëzhgoni. Këtu shihni që situsi është i respektuar dhe pastaj duhet të filloni studimin kardiak. Çdo studim i hollësishëm kardiak duhet të fillojë gjithmonë me një rregull kryesor. Të filloni duke vëzhguar me shumë kujdes të 4 dhomat e zemrës. I shihni mirë 4 dhomat e zemrës, si shihni septumin e parë, septumin e dytë, këtu shihni seksionin e djathtë, këtu shihni seksionin e trejenëve, pulmonaren, aortën dhe kaven. Këtu shihni kryqëzimin mes aortës dhe pulmonarit. Këtu shihni seksionin e djathtë të pulmonarit me 3 bazat dhe duhet gjithmonë të mbani mend që duhet të shihni bifurkacionin e pulmonarit, që është i vetmi shenjë, sigurisht që na tregon se nuk ka një transpozicion. Vëzhgoni që kalibri i pulmonarit dhe i aortës të jetë normal, të jetë i ngjashëm, dua të them, të jetë i njëjtë. Dhe nëse ka ndonjë mospërputhje të dukshme, duhet të bëni matjen.
Shikoni daljen e majt dhe këto janë përsëri 3 enët dhe te dalja e majt këtu shihni prerjen e septumit, septumi parë, septumi dytë, forami oval dhe venat pulmonare që janë perfekte. Dhe gjithçka zhvillohet, thuhet me shumë shpejtësi, sepse nuk mund të jemi tepër të gjatë. Këtu ju shihni bifurkacionin e arterjes pulmonare, që është shenja kryesore që përjashton transpozicionin e enëve të mëdha bashkë me shenjën e 3 enëve. Gjithmonë bëni matjen e shpejtësisë, sepse në këtë mënyrë ju vërtetoni që në atë moment nuk kishte stenozë të arterjes pulmonare. Shpejtësia është 51 cm në sekondë. Dhe si e bëni këtë për arterjen pulmonale? Duhet ta bëni edhe për aortën. Kështu ju përjashtoni që të ketë në të moment kur bëni ekzaminimin. Një stenozë aortike, një koarktacion. Edhe këtu shpejtësia është normale, është 65 cm në sekondë dhe jemi në rregull. Pasi kemi bërë këtë, mund të themi se kemi përfunduar studimin. Shihni me lëvizjen e ngadalësuar që seksioni majt është perfekt, pra nuk ka asnjë të vogël. Defekte ndërventrikulare. Shihni mbushjen e të 4 dhomave që është identike si nga njëra anë ashtu edhe nga tjetra dhe përfundoni studimin duke vëzhguar sërish venat pulmonare që do t'i shihni mirë. Tu i shihni sërish 4 dhomat, së shpejti do të shihni venat pulmonare që i shihni mirë dhe jepini një goditje me ngjyrë që t'i shihni edhe më mirë. Venat pulmonare, të cilat janë 4, por që në ekografi duken gjithmonë 2 duke hyrë në atriumin e majt. Ja ku janë, venat pulmonare, me lëvizjen e ngadalt, i shihni mirë të parat dhe dytat, ja venat pulmonare. Dhe kjo është sërish, dhe kjo është një gjë tjetër e rëndësishme. Shikoni valvulën aortale që shfaqet dhe zhduket. Kjo do të thotë që valvula është e shëndetshme, nuk është displazike. Këtu i shihni venat pulmonare që derdhen në atriumin e vendosur në të majt. Dhe mund të themi që në këtë pikë kemi vëzhguar mirë gjithë zemrën. Pasi bëhet kjo procedurë, shihet sërish seksioni i majt, shihet që kalon dega ngjitëse e aortës dhe pastaj shkon drejt degës zbritëse. E përfundojmë studimin duke kujtuar që duhet të shohim situsin për të përjashtuar një izomerizëm. Dhe pasi të kemi parë këtë, duhet të kalojmë të studiojmë pjesën tjetër të fetusit. Po ndjekim një rrugë që fillon nga koka dhe do të arrijë tek gjymtyrët dhe tek shtesat. Këtu shihni që është perfekte dhe këtu shihni një gjë tjetër të rëndësishme. Enët portale që janë të rregullta bëni matjen e barkut, që do të na tregoj. Faleminderit. Dhe do të na tregoj peshën e fetusit, e cila rezulton të jetë normale për javën e shtatëzënisë. Kontrolloni që në të djathtë të jetë fshikëza e tëmthit. Dhe për të siguruar që në djathtë është fshikëza e tëmthit, gjithmonë vendosni një ngjyrë. Dhe shihni që ajo strukturë që e keni quajtur fshikës të tëmthit nuk është një enë gjako, pra është vërtet fshikëza e tëmthit. Pastaj kontrolloni që barku të jetë i mbyllur, kontrolloni që të mos ketë një omfaloqel. Kontrolloni që zorat të ketë ngjyrë normale. Kontrolloni vendin ku lidhet kordoni mbark. Në këtë pikë ne jemi. Kemi parë shumë gjëra të tjera, kthehemi ja ku jemi. Shikoni hapat e rinj, portat dhe më pas këtu shihni një gjë të rëndësishme. Aorta është në qendër dhe lart dhe në të djathtë është vena cava inferiore. Kontrolloni organet gjenitale që janë normale, organet gjenitale të jashtme semërore, por studioni edhe të gjitha organet e tjera të zgavrës së barkut. Këtu shihni të dy veshkat, mund t'i matni. Mbani mend, veshkat studiohen në mënyrë gjatësore dhe maten në mënyrë tërthore, por këtu Elvis ishte në rregull dhe prandaj nuk ishte e nevojshme. Mbani mend që është shtylla kurizore, këtu shihni arteriet renale që ju vërtetojnë se ato që keni quajtur veshka ishin vërtet veshka. Hapi tjetër që duhet të ndiqni është të kontrolloni me vëmendje shtyllën kurizore. Gjatë ekzaminimit të saj, është e rëndësishme të jeni plotësisht të sigurt që ka ruaza të vendosura pas iliumit për të verifikuar anatominë. Iliumu janë ato dy zonat bardha që shihni, sepse janë të vetmet kockat e legenit që janë pjesërisht të kockozura.
Gjithçka tjetër është në gjendje kërcore membranoze. Shikoni që shtylla kurrizore nuk paraqet një skolioz kongenitale të theksuar, shikoni që të jetë e pranishme e gjithë struktura. Dhe në këtë pikë mjafton studiohen gjymtyrët, duhet shihnit 4 gjymtyrët, të 2 femuret, i shihni janë të ngjashëm, janë të formuar normalisht, nuk janë të thyer. Duhet ta matni sepse përmes femurit ju do të dini gjatësinë e fetusit, siç e shihni fetusin, siç e shihni. Femuri, kofsha, duhet të shihni këmbën dhe shputën, duhet të shihni boshtin e shputës. Jo tregoj këtu që duket mirë, si nga njëra anë, ashtu edhe nga tjetra. Duhet të shihni që mund të kryeni biometrin e të gjitha kockave të gjata. Këtu ju tregoj biometrin e kockave të gjata, si të tibjas, ashtu edhe të fibulës. Ju duhet të studioni të dyja këmbët, të shihni që të jenë të dyja këmbët, të dyja kockat e gjata. I matni, duhet të shihni që percentilit jetë normal, duhet të shihni që të mos ketë fraktura, duhet të shihni që të mos ketë lakime patologjike. Ashtu siç keni parë gjymtyrët e poshtme, po ashtu duhet të studioni dhe gjymtyrët e sipërme. Pra duhet shihni që të jenë të dy omerët, që të jenë të osifikuar normalisht, që të kenë biometrinë në rregull. Dhe këto shihni atë atje, më distalin. Duhet shihni të dy parakrahët. Edhe këtu duhet i përgjigjeni pyetjes. Duhet të jenë të dyja kockat dhe duhet shohësh që kockat të mos jenë të njëjta, ashtu si ndrodh më shumë a më pak me tibin dhe fibulon, por që ulna të jetë më e madhe se radiusi. Dhe sidomos sepse nëse të dyja janë të njëjta, kemi të bëjmë me një dimeli ulnare, që është një patologji. Ja ku është, e sheh mirë, ulna dhe radiusi. Do të bësh biometrin. Ma e mend që pëfuj se gjithmonë durat janë të mbyllura grusht, mjafton t'i japësh disa goditje të lehta dhe fetusi lëviz ata. Dhe kështu sheh edhe një gjë tjetër të rëndësishme, që nuk ka ngurtësi të artikulacioneve, sepse edhe kjo tregon që fetusi është reaktiv. Duhet të bësh një studim dhe të shohesh të dyja. Duart dhe duhet të shohësh që të mos ketë në një ndryshim të madh. Këtu sheh që gishtat janë të gjatë dhe jemi të qetë. Në këtë pikë është përfunduar studimi i fetusit. Po, deri diku, sepse nëse mbani mend, nuk e kishim studiuar hundën. Prandaj duhet të presim që fetusi të vendoset në një pozicion të mirë për ta përfunduar. Këtu sheh që gishtat janë perfekte dhe pas pak do të shohesh që do të përfunduem studimin duke parë edhe hundën. Por ja një gjë e rëndësishme që duhet shohesh që të jetë ductusi venoz i Aranzios S. Është e rëndësishme që të jetë. Nuk ka rëndësi tjetër përveç se në raste patologjike, por që nuk na intereson. Dhe ja ku është profili që është perfekt. Shihni hundën dhe në këtë pikë të fetusit kemi studiuar gjithçka dhe duhet të fillojmë studimin e anekseve, ku shikon lëngun amniotik, shikon placentën që nuk duhet të ketë tumore, nuk duhet të jetë tepër e hollë dhe as tepër e trashë. Ekzistojnë nomogramet që kanë bëhur, të cilat mund dëshmojnë. Nëse ka këto patologji, duhet të shohësh që të jetë e pranishme vena umbilikale, që të ketë diastole. Dhe diastola është, vazhdojmë. Indeksi pulsatilitetit të venës umbilikale, të kontrollosh arteriet uterine, si nga njëra anë ashtu edhe nga tjetra, të shohësh morfologjinë e arteries uterine, të matësh indeksin e rezistencës dhe sidomos indeksin e pulsatilitetit, të shohësh nëse këto janë normale, të përjashtosh që të ketë një prerje protodiastolike. Ti vëzhgosh si nga njëra anë ashtu edhe nga tjetra, të bësh mesataren mes dy vlerave dhe në fund duhet të kalosh në studimin e cervikometrisë. Këtu sheh diçka të rëndësishme. Sheh që kordoni umbilikal futet në qendër të placentës dhe kjo është diçka themelore që nuk gjendet në asnjë udhëzim përveç atyre amerikane, ku placenta studiohet në mënyrë të plotë dhe të përsosur. Të bësh cervikometrin siç po sheh këtu, të përjashtosh që të ketë një placent previa, që në këtë rast nuk ka. Dhe mos harroni të përdorni ngjyrën për të përjashtuar praninë e vasa previa. Shpresoj që ky mësim interesant të ketë qenë i dobishëm për rritjen tonë profesionale.
Dhe ju falenderoj për vëmendjen tuaj, duke vënë në dukje cervikometrin më të fundit dhe mungesën e vasa previa në pjesën e përparme të qafës së mitrës. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Nuk ka vasa previa. Faleminderit.